Urdhëroni përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Javë të mbarë të uroj. Javë të mbarë. Edhe për ju. Më thuaj. Të them, dëgjojmë këta që flasin sa majtas djathtas. Po në Shqipëri nuk ka të djathtë, nuk ka të majt, është vetëm partia e 41-shit, 81 vjeçare, dhe për çudi, kur ne lëvizëm, që u bë lëvizja në 90-ën, atje të gjithë ata që ishin më arrogante, më kështu kaluan tek gjoja Partia Demokratike. Po Partia Demokratike dhe ata 5 të ndershëm që ishin, i eliminoi shpejt e shpejt. Dhe në krye të saj, meti klasa dhe njerëzit më të dobët. Mbetën ata që dhe kur ishte partia pjella e Partisë Komuniste, ata vetëm të këqija bënin në njerëzim. Prandaj, këto janë dy parti, pijtë e një mëme, që s'kanë asnjë ndryshim me njëra tjetrën. Mbroj njëra tjetrën, të kapim, s'të kapim, KÇK-ja kur thot ai, dhe asgjë më shumë. Prandaj ne nuk kemi ndonjë të ardhme me këta. Prandaj bëj thirrje gjithë të rinjve, gjithë popullit, të ngrihet, të mblidhet, pavarësisht se uzurpimin e bërën këta si të sindikatave të gjitha i kanë po me tesër partije, nga ata pjesa e vetë. Prandaj populli duhet të organizohet, të mblidhet, t'ja u thej hundët tyre. Andi, mirupafshim. Faleminderit, përshëndes dhe ditë të mbarë.